Pse Partia Demokratike Evropiane nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale dhe u distancua nga AKI, në Hajde flasim e sqaroi kryetari i kësaj partie Arjanit Hoxha. Sipas tij, arsyeja ka qenë se u devalvua ideja politike për t'i propozuar kandidatët më të mirë për kryetar komunash. Si shembull, mori komunën e Araçinës, për të cilën ndonse Ridvan Ibrahimi kishte dalë fitues në sondazhe, megjithatë u vendos që të propozohet tjetër kandidat vetëm për siç tha tekeve të disa liderëve brenda AKI-s. E marr si shembull për shembull komunën e Haraçinës. Unë kam patur në parti kuadër që ka qenë shumë më dinjitos për ta përfaqësuar komunën e Araçinës. Por unë nuk ja kam kërkuar zotit Ahmeti komunën e Araçinës jo ndaj respektit të BDI-s, po mua më ka ardhur turp të largoj Ridvan Ibrahimi nga komuna e Haraçinës, kur e dim shumë mirë për gjitha projekte dhe punët që ai ka bërë dhe i ka rregulluar në komunën e Araçinës. Dhe unë kur e kam vendosur pjesëmarrje në AKI, unë kam vlerësuar që ata të cilët meritojnë që të mbeten në pozicione, nuk duhet ne me çdo kusht, vetëm se kemi ambicje të ngushta partijake, që t'i zaventojmë vetëm që të na numërohet një komunë plus si parti politike. Çështja tjetër e humbjes së komunave sipas Hoxhës ka qenë edhe marrëdhënia mes Zjadin Selës dhe Arben Taravarit, të cilët siç tha nuk i kanë folur njëri tjetrit dhe sipas tij kjo ka ndikuar negativisht në trupin votues. Kur ti thua krijon një beslidhje, në veshin e qytetarit ti don të krijosh një pajtesë të madhe për një ide gjithë shqiptare, për një ide të madhe. Dhe ti e shef që në konvent apo në takimet paraprakese të krijohet konventa, dy liderë brenda AKI-s nuk pranojnë të japin dorën njëri tjetrit. Dhe ti pret që ta bindësh votuesin për të krijuar një beslidhje të madhe të kësaj ideje. Mendoj se absolutisht është u devalvua konceptin mbi të cilën është dashur të ndërtohet. Pastaj mos hyj në atë detajet se këto kanë qenë zgjedhje lokale. Hoxha shtoi se në fund të fundit barra më e madhe i bie zotëri Ahmetit për këtë që ndodhi në aspekt të komunave, pasi siç tha Ahmeti ju besoi njerëzve të gabuar.